Asje do thotë që pse nuk lëshoni pe këtu, pse nuk është çështje lëshimit pe, nuk është as çështje kokëforcisë, është çështje parimore. Fituesi propozon kryetarin e kuvendit, fituesi, dhe jo pasi të bëhet një anketë për kë ka preferenca dhe për kë nuk ka preferenca. Sot fort shpresoj edhe pse deklaratat që kam lexu sot në mëngjes nuk më bëjnë optimiste, po shpresoj që t'i thrasin mendjes edhe që të vazhdojmë, sepse betejë politike bëhet rreth formimit të qeverisë. Betejë Albulena Axhiu është femra më e votuar në vend në zgjedhjet e nëntëshkurtit, nuk ka asnjë arsye, absolutisht asnjë person dhe asnjë grup parlamentar të refuzoj votën për zonjën Albulena Axhiu. Është jo vetëm një personalitet i jashtëzakonshëm, por është edhe një person i cili me aktivitetin e saj politik ka dëshmuar përkushtimin e saj për këtë vend. Prandaj ky është arsyetim falso. Arsyetimi i vërtet i partive opozitare është që nuk duan ta pranojnë vullnetin e qytetarit të datës 9 shkurt 2025.